Non è che ma vanno da sfingo në ta bojnë kush. Njerëz të elitës intelektuale, të mediave, të estradës, të sportit dhe të kulturës. Miq dhe përkrahës të vlerave të luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, mbështetës të fushatës maratonike në mbështetje të ish-kryeministrit Ramush Haradinajt dhe bashkëluftëtarëve të tij, Idris Balajt dhe Lahi Ibrahimaj. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit që keni ardhur sonte. Jemi sonte me këtë takim falendërues dhe mirënjohës për gjithë ata që bashkërisht, të gjitha elitat e shoqërisë sonë, i gjithë populli i Kosovës e bërin në mbështetje të luftës së drejtë të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, të pastërtisë dhe heroizmit saj, të përfaqësuar, të mbrojtur e të dëshmuar në mënyrën më të denjë në procesin më të fundit gjyqësor që padrejtisht ju imponua ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Edhe një herë ju dëshiroj mirëseardhje gjithëve. Ndërkaq tani më lejoni që para nesh të ftoj fillimisht zotin Ernest Luma që të flasë shkurtazi në emër të organizatorit fushatës me Ramushin. Zoti Luma. Për të gjithëve. Apo e rrima jo? Fillimisht përshëndetjet veçanta për zotin Lahi Ibrahimaj dhe zotin Haradin Balaj në tribunalin e Hagës dhe familjen e tyre. Nderuar njerëz të shkencës, profesor të dashur, njerëz kulturës, të artit dhe sportit, njerëz muzikës, përfaqësues të mediave dhe të politikës, shumë i nderuari zoti Ramush Haradinaj, ish kryeministri i Kosovës. Nderuar kryeministër. Jemi mbledhur sot këtu të gjithë bashkë dhe fitimtar. Zoti Ramush Haradinaj që t'ua përcjellim gjithë juve falënderimet për atë që për më shumë se një vit e bët dhe për mbështetjen që u dha në mënyrën më të duhur të argëzove të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë në procesin më të fundit të padrejtë të UÇK-s. Për 12 muaj më radh ishim bashkë, këngëtar, sportist, shkencëtar, profesor,
gazetarë dhe përfaqësues politikës, sigur dhe të pandashëm në mbrojtjet e vlerave që dikush synonte na i cenoi padrejtisht. Në gjitha format u punua pandashëm dhe në mënyrë qytetëruar e bëm punën tonë në mbrojtje të këtyre vlerave, bindur se një ditë do takohemi kështu me fitimtarin mes nesh. Dhe ashtu doli. Zoti Haradinaj është këtu nga ndihmëtarët si gjithmonë. Bëhej pa juve, pa përkrajen tuaj dhe qytetarëve të Kosovës. Andaj, me të drejtë, mirënjohjet dhe falënderimi ju adresohen sot të gjithë juve dhe veçanërisht udhëheqësit të aktiviteteve të kampanjës me Ramushin, promotorit dhe të paloshmit Zotit Rasim Selmani. Sigurisht se bashkë nuk do të ndalemi edhe me tutje, deri në përmbylljen përfundimtare të këtij kapitulli. Atëherë, kur në mesin tonë do t'i kemi edhe dy prej liribërzëve tanë të mëdhenj, Lahi Ibrahimaj dhe Haradin Balaj. Ata ende mbahen padrejtisht në hak, por ata po e ndajnë me ne sot gëzimin për fitoren e radhës të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Dhe jemi të bindur se shumë shpejt do t'i kemi këtu në mesin tonë. Nëse të muaj e keni bërë mbrojtje të luftës së drejtë ushtrisë kombëtare të Kosovës. Faleminderit edhe një herë. Jam krejt i pafajshëm. Rezultati kësaj aktakuze sot kanë vënë ndërheqje parevokueshme nga posti i kryeministit. Unë nuk mendoj se është një kthim prapa kjo në Kosovë, është një ndërhyrje, është një pazar politik për të, po një politikën e kemi për vend me bo shtetin, janë i bindur që s'ka kush që e ndalë rrugën drejt pavarësisë, besoj në njerëzit që ka punën, dhe besoj në pavarësisë. Veqe ka udhëtuar pikërisht në orën 11 për në Hag, pasi që dje mori zyrtarisht aktakuzën nga Tribunali i Hagës për krime luftën e ish Jugosllavi. Në Kosovë, shumë qytetarë bashkëpunëtor e luftëtarë dhe ne si shqiptari kemi bërë që gjatë kësaj periudhe të fushatës me Ramushin u promovuan disa libra. Veprimtari dhe i burgosuri politik Rasim Selmanaj bashkë me Mehmet Gëzhilli nga Tirana ka ndryshuar veprën madhore të Ramush Haradinajt dhe luftën e pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në përmbledhjen e tyre Haradinaj dhe Haga. Dëshmia më e mirë ka qenë edhe në rastin Limaj, kur gjykata ndërkombëtare ka vendosur favor Limaj, favor luftës tonë shkrimtare dhe natyrisht çdo qytetar i Kosovës më mirë se gjithë kush tjetër e din se çka ka ndodhur në Kosovë, kush ka qenë agresor. E kam thënë në përkaz praninë e familjes Jashari, tek varrezat Jashari, kam thënë se nëse dikush do në pasë sa e shtretë dhe sa e vështirë ka qenë lufta, janë duhet janë për kulët këto. Edhe jam shumë i bindur që tishin ata njerëz gjallë kishin me kon vend Ramushit. Gjykata Hagës me këtë logjik, si të dëshërë të drejtoj nga siguria që mund të drejtë luftën tonë atë duhet minimumi 75.000 ushtarë serb me shumë gjykatë Hagës. Me këtë logjik dhe me këtë standard individual. Ramushi po përballet edhe një herë me drejtësi, me bindje të thellë të temë, se ai ashtu si mundet i kaloj shumë sfida jetës, luftës, të ndërtimit paqes, edhe me këtë rast do të dëshmojnë pavarësinë e tij, pavarësinë e bashkëpunëtorëve të tij, dhe të dëshmojnë luftën e drejtë të ushtrisë shqiptare. Krimet e regjimit të Miloševićit me luftën e pastër të UÇK-s. Daljen skeni UÇK-s, siç e dini, përkon me Daljen Haftazi në shef të krimit genocidal të pushtetit serb ndaj shqiptarëve, që siç dihet rezultimi i pastrimi etnik të Kosovës nga shqiptarët dhe për të krijuar hapësirë për vendosjen e elementit slav në tokat e tyre. Unë mendoj se kësaj do të duhej qasur problemit edhe kur e kemi të lokalizuar në procesin aktual. Kështu Den Haga jep shembull. To the
Edhe sportistët kanë dhënë kontributin e tyre në përkrahje të fushatës me Ramushin. Në për shumë qendra të Kosovës janë mbajtur shumë organizime sportive, në mesin e cilave edhe kampionate në basketbol, futbol, garë të automobilizmit e të tjerë. Këngëtarë të estradës sonë në shumë koncerte kanë kënduar për pafajësinë e Ramush Haradinajt, të sigurt se fitimtari do të kthehet në Republikën e Kosovës për të cilën dha shumë. Rasim Selmanaj, i cili organizoi të gjitha aktivitetet e fushatës me Ramushin. Sot, nga këtu bashkërisht po të përcjellim vetëm një mesazh, se populli ynë, njerëzit tanë, e tërë Kosova është me të vërtetën që qëndron në anën e Haradinajve dhe shokët e tij. Roma ju shparë, sot i Haradinaj, se të tasa e shokë. Ramush Haradinaj i është kthyer Kosovës. Ai me vete ka marrë përkushtimin për të vazhduar punën për të mirën e qytetarëve të vendit të tij, të cilët asnjëherë nuk e lanë vetëm. Përfaqësues mediave, përmeshume dhe qytetarëve të Kosovës, do në dy rekomendat mesin e lehtë të Kosovës, andaj mirë, faleminderit. Vërtetës ty të desha, por kur një fjalë nuk tha thash, dorën zemër përkrishtosh, e sofrën bosh ta lash. Naj, 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 Mos nuk mërzit kulla
argumentuesin më të fuqishëm të pastërtisë, heroizmit dhe humanizmit të luftës së UÇK-s, bërësin dhe dalëzotësin e saj, ish kryeministrin Ramush Haradinaj, që të marrë fjalën. Faleminderit. Nga njere luftra që i zjedh vetë, sepse bindesh se i ke me nevoj, se i ke drejta dhe se s'pon pa i luftu. Lufta për shtirimin e Kosovës ka qenë vendimi imi me luftu, sikur se i gjeneralëve tjerë, bashkëluftarëve dhe i qytetarëve të Kosovës. Dhe natyrshëm se për këtë luft, gjithçka që e kemë bë, në ka ardhur letë. Në ka ardhur letë, ndoshta edhe ajo që është më jo njerëzore, kur kem pa që dikush nga ne vritet. Kjo lufta tjetër, në cilën jemi bashkëluftar gjithë ne, shumica atyne që kem qenë edhe dje në luftë, ka qenë e pa dëshirë, e pa vullnetshme, e pa nevojshme dhe pa kohë për ne edhe për Kosovën. Arsyeja pse e them kështu nuk lidhet vetëm me faktin se po duhet me vazhdu me argumentu atë që s'është dashur, me argumentu ma se gjithë e kanë ditë, ose me mbrojt, ose me sakrifiku për diçka që nuk ka qenë rënit ma. Mirë po është edhe ma shumë se kaq një populli që ka bo shumë me koni lirë për veti, i ndërhyn liri, i ndërhyn të drejtën e vetë me pas lajme të mira, me u gëzu. E mu më ka rëkes shumë a ditë kër jam shkuar pej Prishtine, të i pa njerëz edhe ftyrat e tyne edhe të mërësitën. Shumë vështirë ka qenë. Mirë po, pashtu e kemë ditë që në rase një goditje e këtil sjell efekte të likështimit apo të dobësisë brenda nesh, ato mund sjellin pasoja. Në rase kalojnë dëshpërim, kemë ditë po ashtu që ato s'do t'japin efekt. Paktën jo efektin për rrugën e Kosovës. Edhe me këtë rast në ka ndihmue drejta jonë që me u përmbajt dhe asnjë veprim mos me bë që bjen ndesh me vetë synimin e Kosovës, me kontlirë dhe me u bë shtet. Një alon pavarësinë edhe drejtën e vetë. A ditë që në Kosovë njerëz e kuptojnë, besojnë se po ja merrni njerëz ose po i ndërhyni një jetë për mos me lënë me emrije pavarësinë, atëherë ndryshon gjithçka në këtë vend. Edhe une gjatë kohës sa kam qëndruar atje bashkë me kolegët e mi, sinqert ju thëmë, kemi pashe apo mundet mu udhëheq Kosova në rrugën e vetë për shtet. Edhe kjo ka qenë çështja e parë, ose brega e parë, ose tema kryesore. Në të njëjtën kohë, si po udhëheqën njerëz në ndjenjat e tyre, çfarë ndjenjash kanë, se kur je pak më larg prej vendit, mundohesh me i pa se nga çka po udhëhiqen ose nga cilat ndjenja po udhëhiqen. Unë me situatën që jam konë, bashkë me kolegë, e kam pa mas shumë të ndjenjën shqiptare, ndjenjën e qytetarit që nuk e pengojnë kufit, çfarë do qofshin, që nuk e pengojnë titujt, çfarë do qofshin ata, që nuk e pengojnë interesa caktu matin, po që tregojnë, vërtetojnë se në ato që besojnë vërtet edhe i kushtohen asaj. Kur na u keni kushtu ne, për mu ka qenë po i kushtohemi lirisë, po i kushtohemi Kosovës, edhe ka qenë një shembull i mirë se si duhet jem ne si njerëz në Kosovë. Sot, kur jemi shtet, kur jemi të pavarur, pa marrë parasysh emrin e protagonistit se është Ramushi apo kushdo tjetër,
Po përvoja që keni kriju me qenë bashkë në diçka, në një vlerë, në një situatë, duke ditë edhe shumë specifika që e bojnë jetën tonë, qoftë jetën plurale, qoftë aspekte tjera specifika. A shembull i mirë se ne kur dojmë me mbrit diçka, bashkohemi dhe te kalojmë ato barierat vogla. Çka më thonë në njerëzve që mas pari kom mërzit andit ku ju shku, si par lajmi keq. Çka më thonë njerëzve që gjatë gjithë kohës sa ka vazhdu ky proces, kanë pas ndjenja ose kanë pas dhimbje ose në mënyrë ju ka rënë mend se si do të kryhet kjo punë, edhe që kanë pas besim që ka me u kry mirë. Çka më thonë sportistëve, këngëtarëve, intelektualëve, çka më thonë njerëzve të ekonomisë, ose cili do për neve që një mënyrë apo një tjetër, gjatë jetës tij, ditën ditë, diçka e ka lidhë dhe me këta që ka ndodhë në këtë rasht me mu, po jo me mu si Ramush, po si një ushtar, luftari vetë, si se cili tjetër. Dhe i thënë që ju po i birë një njerës, se në rase dojnë me i shërby venit, po ju jetë një argumente shumë. Kush do me i shërby venit, kur e shef këtë situatë, a i gjithsesi se ka mundësi me e pa. Dhe me thënë, unë nju, në këtë kujdesën, këtë ndjenje, duhet një shkaktar. E falenderoj shumë rashimin e kolegë, rëhtije, gjithë ju për organizim. Mirë po pa ndjenjen kjo s'kish pas me ndodhë. Ndaj, ju më kini binë që nga ashe e du vendin, e du Kosovën, do t'jom i dashtun, edhe do t'jom i në ndjenja, në zemrat e juja. Për këtë them se kom dhe gju për fitore, fitore është kur 100 ushtarë që jenë drejtu me vu flamurin një kodër, 10 për i ty në mrinë dhe flamurin. E pasaj është fitore, po fitore me qmin të madhë. Kom dhe gju fitore tjera kur vetëm një ushtare ka vendos flamurin. Ne kem fitur një betej edhe një luft për cilën nuk kem pas nevoj, e cila nuk në ka nevoj, po në ka ra barë, pra nuk ka qenë një luft e zhjene. Kjo luft i ka disa pasoja, cilat janë pak thyshme, murin gjithçka, mirë po, me që jemi fitimtar, kem fitu, dëshirojmë ato anë pozitive që ne i ka qilë kjo betej pa dëshirume, të shfrytëzojmë për të mira që do t'i kryojnë në tarmen. Dhe njëre ju falenderoj gjithve nga zemra, sinqerisht, jo vetëm në emrin tim, po gjithë atyre që janë dinjajt, dhe po ashtu fjala falenderit Kosovë e mbështjell gjithçka. Falenderit Kosovë. Në vazhdim, po i lexoj emrat e të gjithë atyre që sot do të marrin mirënjohje. Mediat dhe personalitetet që do të nderohen me mirënjohje nga ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe organizatori i aktiviteteve të kampanjës zoti Rasim Selmanaj. Mediat: Radio Televizioni Kosovës, Radio Televizioni 21, Kohavizioni, Klubi Gazetarëve Beqir Musli, Ugjilan, Kosova Press, Kosova Live, Kosova News, Agjencia Lajmeve Telegraf, Televizioni Publik Shqiptar, Top Channel, Alsat, TV Klan, TV Syri, TV Opinioni, TV Prizreni, TV Besa, Radio Televizioni Dukagjini, Radio Televizioni Mitrovica, Televizionet lokale në Feriza, Iliria, Tema dhe Festina, AI në Gjilan, Men, Ziko Company, Radio Dukagjini, Radio Kosova, Radio Blue Sky, Top Kosova Radio, Top Iliria Radio, Radio Fontana, Radio Alba, Radio Driona, Radio Kosova Clean, Gazetat e Poka Re, Kosova Sot, Lajm, Zëri, Nacional, Koha Ditore, Bota Sot, Infopress, Express, Focus, Java, Rokum, televizione, radio e agjenci të tjera. Nga Shihaki Shatri, Ramiz Kelmendi, Driton Lajqi, Mirje Braha, Afrim Uqishi, Akim Zogaj, Klubi Politik Afrim Zhitia Prishtin e të tjerë.
Këngëtarë dhe artistë të cilët e përkranë fushatën Miramushi me këngën e tyre në përqytetet e Kosovës janë shumë, unë do t'i them disa prej tyre: Shkurte Feza, Shyrete Beluli, Ilir Shaqiri, Sinan Bllaqaliu dhe sportist, më mirë themi, e gjithë Kosova ka përkrahur fushatën Miramushin, ndërsa për të mos ju lodhur më shumë, do të ftoj në skenë dy zëra të bukur të këngës së Hasit, të cilët me këngën kushtuar Gloxhanit, besoj që do t'ju argëtojnë edhe më shumë sonte.
fjallë nuk të thash, dorën zemër për krishtash, e sofrën bashkë të lash. Najna na najna 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 na najna Pela tradição que na vida, nem do protest, ela vai, nem. Ramush Haradinaj, i lirimi dhe kthimi në Kosovë. Tani pas prerjes së tortës dhe lirimit të Ramush Haradinajt, kthimit të tij në Kosovë, do të ngrejmë të gjithë nga idolli. Shpresojmë që të gjithë Tani këtu afër nesh po punë të gjitha mediat ose thënë ndryshe të gjithë përfaqësuesit e mediave të televizioneve dhe mediave të tjera kombëtare dhe atyre lokale.
Ju si përkrahëse të fushatës, si ndjeni? Gjatë krejt kësaj ceremonie, shumë gjëra interesante që ndodhen, sigurisht gjatë dokumentarit, muj me thonë që kam dje emocionet veçanta, apo nuk ishte kjo hera parë, do me thonë, sepse vepra e Ramushit është shumë problem u përmbledh me qëfar do dokumentari, me qëfar do minutaje qofta ajo, po si do që tjetë urime Ramushit, lume aj për vete, halal i qoftë, zdi që ka me thonë, është i madhë. Lumë Kosova që e ka, edhe muj me thonë që nëse qoftë edhe një pik ujë që thojnë, e kam hedhë në det, në përkrajen e Ramushit për lirimin e ti nga akuzat e Hagës, unë jam e lumëtor. Besoni që e tash me shumë zemër, urime Ramushit edhe shqyqër lumë Kosova që e ka. Faleminderit juve, urime, shumë fatë dhe suksese edhe juve. Faleminderit. Si po ndjeni tani që... Kjo është mrekullia vetë, në këtë vetë neve shqiptarëve na kanë ndodhur tamam si ta fitojmë me bingo dhe jackpot bashku. Pavarësia e Kosovës, lirimi i Ramushit, pranimi i Shqipërisë në NATO. Për Ramushin jemi mundu të japim kontribut aq sa kemi mundur, kjo ka qenë ndoshta kontribut modest, por ne ju kemi bashkangjit trenit të vedisimit të gjithëmbarshëm në nivel të drejtësisë botërore që Ramushi është i pafajshëm ishte dhe i pafajshëm doli. Dhe lumëturia vetë që kemi në mesin tonë. Faleminderit. Ju si përkrahës si fushatës me Ramushin, si ndjeni tani që ai u liru edhe do më thonë dëshmoj pafajësinë e vetë? Do të thëmë realisht me gjithë zemër se lëshimi i Ramush Haradinat nga Haga ka qenë fitore të gjithëve, veçanti fitore e luftës qërimtare të Kosovës. Mandej kemi fitore me pavarësinë e Kosovës, kemi shumë fitore të gjithë shqiptarëve që kemi bo përkrajën edhe na imi e ceku ma herët se nuk është në një përkrajë shumë e madhe e jona që ka qenë, për me ato mundësi tona jemi mundu dhe do t'jemi zërë të gatshëm që ta japim kontributin ton në këtë lami që kemi mundësi. Faleminderit e prim. Sigurisht, une si gjithë kosovarët, gjithë shqiptarët, jemi gëzu për lirimin e Ramushit dhe unë jam shumë e lumtur që përmes këngës time muj me kontribu si në fushata, do me thonë në përkrajet Ramushit edhe në koncerte tjera. Faleminderit. Faleminderit për juve. Po, ndjenje mirë, me dash njerës ndjenje mirë edhe obligim që me i dash shumë, pastaj. Ju jeni promotori kësaj lëvizje, si po ndjeni, sa jeni krenar për këtë? Po është ndjenje mirë, t'jemi bashkë tash intelektualt, këngëtarët, sportistat, mediat, gjitha ata që kanë mbështet fushatën me Ramushin. Është sigurisht ndjenje mirë se me fushata për njërin që është bo, për zotin Ramush Haradinaj është kthy. Dhe mendoj se populli i Kosovës e ka dhënë provimin në këtë rast në mbështetjet e luftës së drejtë të UÇK-s dhe komandantit e saj Ramush Haradinaj.